Akseleratori linear në Spitalin Onkologjik të Tiranës, një pajisje thelbësore për trajtimin me radioterapi të pacientëve tumoral, ka dalë pothuajse jashtë funksionit pasi ka tejkaluar orët e punës së parashikuara. Kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar se aparatura ka arritur pikën e vdekjes, pra çdo shpenzim për mirëmbajtjen është i pavlefshëm. Zgjedhja e vetme është blerja e një aparature të re që kushton 2-3 milion euro, një shumë e konsiderueshme por e arritshme për shtetin shqiptar. Në mënyrë paradoksale, institucionet shtetërore, përfshirë Ministrinë e Shëndetësisë dhe spitalet rajonale, kanë paguar afro 3 milion euro vetëm në vitet e fundit për operatorin e blerjeve të përqendruara, një shoqëri publike drejtuar nga Arlinda Pogaj, për shërbimin e konsulencës në përgatitjen e tendrave. Që prej mesit të vitit 2024, ky operator ka përfituar rreth 6 milion euro nga buxheti i shtetit. Fillimisht të vitin 2010, tendrat e institucioneve qeveritare u përqendruan në Ministrinë e Brendshme, ndërsa më pas, në periudhën Rama, u kaluan tek Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, një ent shtetëror që funksiononte me fonde publike. Në vitin 2023, kjo strukturë u transformua në një shoqëri tregtare me kapital publik të varur nga Ministria e Ekonomisë. Me ndryshimin e statusit OPB, filloi të ofronte shërbimet e saj kundër pagesës, duke u kthyer në një subjekt fitimprues me klient të detyruar vetë institucionet shtetërore. Vetëm gjatë vitit 2024, OPB rezultoi me fitim mbi 1.2 milion euro. Kritikët paralajmërojnë se kjo situatë krijon një cikël absurd, fonde publike qarkullojnë në një llogari shtetërore në tjetrën, ndërsa shërbime thelbësore si pajisje për trajtimin e kancerit mbeten pa investime. Madje është hedhur ideja që OPB në të ardhmen mund të jepet një koncesioni sektorit privat, një perspektivë që ngresh shqetësime për transparencën dhe menaxhimin e fondeve publike.